Impakti që turizmi ka në zhvillimin ekonomik bën që shumë nga projektet e investimeve të Bashkisë së Shkodrës të jenë të përqendruara në këtë sektor. Një nga projektet më të afërta për sezonin e ardhshëm është krijimi një zyre të re informacioni turistik në qytet, e cila do të ofrojë hapësira dhe shërbime të shtuara për turistët që zgjedhin Shkodrën si destinacion. Në zyren ekzistuese të informacionit turistik ne kemi një numër shumë të lartë të turistëve që vinë për të marrë informacion, që vinë për të pyetur për destinacionet dhe duam ta transformojmë në mënyrë radikale këtë zyrë që të jetë sa më shumë e digitalizuar me një arkitekturë të bukur dhe tërheqëse në mënyrë që çdo turist të vijë të marrë informacionin. Një tjetër investim i parashikuar po për sezonin e ardhshëm është edhe ndërtimi i rrugës së biçikletave përgjatë bregut të liçenit të Shkodrës, nga zona e Malësisë së Madhe deri në Velipoj. Projekti synon të pasurojë ofertën turistike dhe të promovojë një mënyrë të qëndrueshme lëvizjeje për vizitorët. Tjetër bashkëpunim shumë i rëndësishëm që kemi me Bankën Europiane të Investimeve për sa i përket ndërtimit të rrugës së biçikletave nga Hani Hotit deri në Velipoj. Edhe ky është një investim i afërt që do të lidhet direkt me turizmin, sepse edhe turistët që vinë në Shkodër janë turizëm ambientalist, natyror, që duan të bëjnë atë xhirin me biçikleta. Ndërkohë investime që janë në proces si hyrja e qytetit dhe rruga Shirok-Zogaj, që pritet të përfundojë brenda Aktiviti, kanë ndikim të drejtë për drejtë në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në Shkodër.